kolegin e zotit Mera, zotit Velia, gjitha Merat, zotit Beqa. Këta, në qoftë se këto arrin gjatë mandatit zotit Brau, konkludohen me vendime penale, dënimi nga ana gjykatës dhe pranohet suksesi SPAK-u në hetim e qëndron akuza, atëherë ka treguar sukses. Domethënë është punë e bërë mirë nga ana zotit Brau dhe grupit të prokurorëve. Në rast se pastaj marrin pafajësi në gjykim, edhe thotë që ti ke ngritur një akuzë prej 4 vetësh, edhe nuk ka element veprës penale, dhe këta dalin pafajshëm, atë ti ke dështuar si institucion. Edhe këtu varet dhe prandaj themi jemi në peshore midis suksesit dhe dështimit. Kjo është faza më delikate që ka SPAK-u. Sot zoti Brau për shembull, edhe sot kishte një lajm që ishte një grup tjetër të strukturë kriminale që ishte goditur. Kjo është se ne përmendim se bën shumë skup për publikun dhe është më interesuar publiku përpara këto procedimet lidhje me krimet korrupsionit e gjitha merat që kanë bënë me politikën. Por suksesi më i madh që ka pas SPAK-u gjatë gjithë kësaj periudhe është goditja e grupeve strukturore kriminale. Dhe kjo është sukses i konsoliduar tani më, sepse aty ka dhe procedime penale të mbyllura, dënime të mbyllura, konfiskime gjitha merat. Pra, po vazhdon në këtë linjë zoti Brau me goditjen e grupeve strukturore kriminale, që si pasojë e SKJ-s edhe e Matrixit që kanë ardhur bashkëpunimi me kombëtarët. Por fakti është që pra për ju është kjo titulli konsolidimi, por e rëndësishme është që këto hetimet të arrin në sukses nga ana e prokurisë. Fakti që është thirrur sot në Departamentin e Drejtësisë bashkë me 2 zëvendësit e tij tregon që mbështetja amerikane, siç ka qenë, do të vazhdojë në nivele edhe më të larta mbase, sepse siç e pam edhe gjatë zgjedhjes së tij, ishte prezenca e atyre që garantoi procesin, por edhe fakti që zoti Brau zgjodh, kishte të bënte edhe me një, domethënë, pëlqim të tyre ose një dhënie okay nga ana domethënë amerikanëve dhe europianëve për të zgjedhur zotin Brau si pasues zotit Duman. Ca kanë? Jo, unë nuk është se kam ndonjë simpati ose punë, flasim gjithmonë për organin e procedurës, sepse fundit ne jemi kundërshtar të prokurorisë. Kundërshtar jeni, po armiq nuk jeni? Jo, thash kundërshtar, nuk thash armiq. Thash jemi kundërshtar dhe më shumë se ne nuk e njeh askush tjetër punën e asaj prokurorie. Dhe duke qenë që ne njohim procedurën që ata ndjekin, provat që administrojnë, masat që ata kërkojnë dhe të gjitha veprimet në tërësi procedurale, unë e kam thënë dhe vazhdoj të them që për mua është një prokurori krejtësisht e dështuar nga pripamja profesionale. Nuk matet puna e prokurorisë me atë që ti arreston, me njerëzit ti arreston, matet me atë që ti arrin të provosh në gjykat. Ata mos të kishin kapur gjyqtarë, shumicën e gjyqtarëve të prokurorisë së posaçme dhe të apelit, për mua do ishte prokuroria më dështuar në rruzin toksor. Fakti që ata kanë kapur dhe shantazhojnë në forma të ndryshme dhe ligji u lejon që ata shantazhojnë gjyqtarët çdo 6 muaj që kryejnë atë verifikimin jo vetëm të tyre po dhe familjarëve, ka bërë që të kenë një farë suksesi. Po, është ligji, e ke aty në lenin 42 të ligjit, nuk është se kam shpikur unë këtë gjë, çdo 6 muaj ata japin vepër penale. Po jo, shantazh në kuptimin, jo shantazh se i marrin telefon, por problemi është që ata kanë të drejtën që ka garantuar ligji çdo 6 muaj, gjyqtarët do japin të dhënat e tyre, familjarëve të tyre, rrethi familjar që të hetohen nga BKH-ja dhe nga prokurorët. Kështu që kjo është historia. Tani problemi që ndron që unë e kam me gjykatat, nuk e kam fare me prokurorin. Mua më shqetëson fakti dhe ju duhet të shqetësoni fakti. Fillimisht e kjo pikë. Po sepse prokuroria, nëse gjykatat bën noter të prokurorisë, padyshim që prokuroria do duket sikur këpunon. Problemi është që shiko, unë zoti Brau nuk është se ka rënë aqelli. Zoti Brau ka qenë këtu, ka qenë në Vlorë, ka qenë te krimet e rënda e kështu me radhë. Zoti Brau u pompua nga amerikanët si shtat dhe avokati pak më parë dhe është aty, por zbaton, ose do zbatoj, ose ka marrë urdhra, ka marrë një program që duhet ta zbatoj. Unë nuk e di si dhe çysh tek, fakti që një prokuror në gjithë këtë Europë, vetëm në Shqipëria thirrën prokuror në departament të shtetit, mua më lë një shihet i hidhur. Nuk kam dëgjuar as prokuror e Maqedonisë, as të Malizi, as të Kosovës, as të prokuror grek apo italian, të thirrën në departament të shtetit, të marrë urdhra, kë do arrestoj, kë nuk do arrestoj, ku vin ambasadori këtu, do jep urdhra, vetë shkon aty takon këtu, për mua kjo nuk është drejtësi.
Kjo është drejtësi me regji për mua. Është si dikur që shkoni në Moskë dhe menin urdhën nga Moska dhe vinin pastaj gjeni grupet armiqësore në Shqipëri. Mua kjo lloj drejtësie që është bolshevike dhe flet anglisht mua nuk më pëlqen. Dhe unë kam thënë dhe vazhdoj të them, unë drejtësinë e dua që të bëhet sipas standardeve që ka kodi procedurës dhe kushtetuta. Drejtësi që merr urdhën nga departamenti i shtetit, nga ca burokrata atje, nuk ka rëndësi kush janë, të Trumpit apo të Bidenit apo të atij do vina pas. Jo, prokuroria i gratieri në Itali që bën arrestime çdo javë mafjes, s'merr urdhën nga prokuroria fare. Jo, po çka garancie do marrësh ti ke kushtetutën, ti vë dorë në kushtetutë, bë betimin kushtetut, në kodin e procedurës, nuk e bën betimin tek kushtetuta amerikane. Ti e bën. Po prandaj po them, ore më gjeni një rast unikal, një rast tjetër që një prokuror i një vendi demokratik shkon në një shtet tjetër dhe merr urdhra. Më gjeni një rast që unë të fillojmë ta diskutojmë. Ore, janë mirë apo jo këto? Çfarë muhabetesh janë këto? Këto janë muhabete komplet të një shteti të lodhur, të një shteti që është i hapur dhe nuk di ku ta shumë, e kupton? Jo, do marri garanci the. Po garancia urdhër është, se çfarë është garancia? Garancia që do marri garanci që kjo strukturë ka mbështetje të gjithë faktorit ndërkombëtar që këta të dy që do jenë në gjyq përballë mos ta shkrinë. Kur thot faktori çfarë është kjo? Nuk ka lidhje fare. Kaq, ata të dy që do jenë në gjyq. Po s'ka lidhje fare. Ata që do jenë në gjyq. Që të kjo strukturë që i ka thirrur, që i ka çuar për dhe ata që ka çuar si pandeu, që i thrin si dëshmitar dhe Rama lidhet një ditë në parlament të ngren dorën e të shkrinë si çojnë shtëpi. Nëse do ta shkri Berisha dhe Rama për mua janë sovran të një vendi sovran që do bëjnë çfarë të duan me ligjet e tyre pra, me kushtetutën e vendit tyre. 45 vjet sovrani ishim ne avokat. Jo, jo. Sovrani ishim ne, na mbyllën brenda 45 vjet do të shtet, se nuk ndërtojmë ne do të shtet, se jemi ne hajdut dhe vjedhim shtetin ton. E vjedhim 1 kilometër rrugë. Po pikërisht pra se kanë vjedhur shtetin janë aty avokat, prandaj se kanë vjedhur shtetin. Nuk bëhet drejtësia me ndëshkime. Drejtësia do bër se nuk bëhet me ndëshkim. Ik ndëshko atë, mua më të merron fakti zoti Shella që thon duhet ndëshkuar ky, jo më nuk bëhet me ndëshkime. Kush thot më që duhet se ne në ndëshkimi, me mbas provave, në ndëshkimi kemi vojtur. Ne në 45 votëm në ndëshkimi, 50 vjet votëm në ndëshkimi, nuk votëm në drejtësia pra. Avokat, nëse më lejon dhe Andrea, kur thua mbështetje nga faktori ndërkombëtar, ti mban parasysh se ndërkombëtar, do të mbaj parasysh po them ndërkombëtar, Kina, Rusia, Senegali, Australia. Merremi me ata që s'ta kanë dashur ndonjëherë të mirë me thënë drejtën. Shiko. Unë e di që shqiptarët aleat strategjik kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian. Ka pas dhe Bashkimi Sovjetik dhe Kinën të tjerët janë jashtë, të tjerët janë jashtë. Bashkimi Sovjetik dhe Kinën. Kur i referojmë këtyre, nuk i referojmë tjetër kujt. Unë po ndryer jo më nuk ka emisionin kështu që kemi pasur. Po nuk i referojmë dot Kinës me thënë drejtën. Atëherë i referojmë dot Kinës me thënë drejtën. Ju lutem. Fal. Ata vazhdojmë mohabetin. Po, përpiqje për këtë kemi Klodian Braun. Faktori ndërkombëtar po i jep mbështetje Klodian Braun bie. Një aleat, se një aleat po e thret, nuk po e thret po dhe Bashkimi Evropian i ka ngel në zyrë me thënë drejtën. Ore do jemi korrekt. Ka ngel në zyrë. Tash unë jam këtu për të dizinformuar, për të hedhur sy, si më thënë, syve e publikut.